Vion puna e strukturave të Komisariatit të Policisë Vlorë për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Vodhën një mjet bujqësor në fshatin Panaja identifikohen dhe arrestohen 2 autorët e dyshuar. Strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Vlorë në vijim të punës për evidentimin dhe dokumentimin e rasteve të vjedhjes së pasurisë identifikuan dhe bën ndalimin e 2 autorëve të dyshuar për një rast vjedhjeje në fshatin Panaja, konkretisht të shtetasve me iniciale LF 33 vjeç, banues në fshatin Kanin Vlorë dhe NK 24 vjeç, banues po në Kanin. Këta shtetas u kapën në flagrancë nga shërbimet e policisë në datën 24 shtator në fshatin Panaja, pasi kishin vjedhur një mjet bujqësor për punimin e tokës, të cilin po e transportonin me një automjet tip Benz Mercedes. Vijon puna për dokumentimin e rasteve të tjera të vjedhjeve me autor të dyshuar këta shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale vjedhja kryer në bashkëpunim.